Jemi rikthyer në breaking, në këto momente do të lidhemi me kolegen Alketa Shaba, e cila me siguri ndodhet pranë prokurorisë së posaçme. Alketa, përshëndetje. Nga pamja pas te, kuptoj që je në prokurorinë e posaçme. Atëherë do doja të dija të rejat e fundit. Do doja të dija të rejat e fundit. Çfarë ka ndodhur sot? Atëherë janë dy seanca gjyqësore që njëra e cila përfundon në gjykatën e posaçme antikorrupsion që i përket ish presidentit të vendit Ilir Meta dhe tjetra e cila vijon ende që ka të bëjë me kryebashkiakun e Tiranës Erion Velia, dy seanca paraprake këto të cilat janë ende në fazën ku pritet që të dyja gjyqtarët e këtyre çështjeve të shqyrtojnë kërkesën e prokurorisë posaçme antikorrupsion për kalimin e kësaj çështje për gjykim. Sa i përket seancës së zotit Meta e cila nisën në orën 9 të mëngjesit ditën e sotme, kjo seancë u shty në datën 11 nëntor, kjo për shkak të mungesës së avokatit Redi Llana, i cili në këtë proces mbron zonjën Monika Kuremadi. Në fakt zoti Redi Llana, ne kemi raportuar dhe bashk, është arrestuar disa ditë më parë nga policia e Vlorës për shkak të një konflikti që ky fundit pati me punonjësin e sigurisë në gjykatën e shkallës së parë Vlorë, ku goditi punonjësin e kësaj gjykate dhe ditën e sotme në fakt ai pritet të dalë përmas sigurie në apelin me jurisdiksion të përgjithshëm, pra ka ankemuar vendimin e shkallës së parë dhe ditën e sotme në apelin me jurisdiksion të përgjithshëm do të shqyrtohet kërkesa e zotit Redi Llana për të ndryshuar masën e sigurisë në shtëpi që është caktuar ndaj tij nga gjykata e shkallës së parë dhe për këtë arsye mos prezenca e tij në gjykatë ditën e sotme bëri që të shtyhej seancën në datën 11 nëntor. Nga ana tjetër, prokurorët e kësaj çështje kishin paraqitur një provë të re përpara trupës gjykuese, të cilën në fakt e artikuloi dhe vetë zoti Kujtim Cakrani, mbrojtësi ligjor i zotit Ilir Meta në një prononcim që pati për media, po ashtu edhe zonja Monika Kuremadi, ku dhan detaje po themi sa i përket seancës që u bë ditën e sotme në gjykatën e posaçme antikorrupsion, por që siç thash dështoi sërish të zhvillohej, ku pritej që gjyqtarja Irina Gjoka të merrte një vendim sa i përket kërkesës së prokurorisë posaçme antikorrupsion për ta kaluar këtë çështje për gjykim. Tani më do të mbetet për të parë në datën 11 nëntor në rast do të kemi një vendimarrje të gjykatës së posaçme, apo në rast do të kemi sërish një shtyrje të kësaj seance për një datë tjetër. Ndërkohë që sa i përket seancës gjyqësore në ngarkim të zotit Velia dhe të 29 personave të tjerë fizik dhe juridik që janë marrë, po ashtu të panderur nga prokuria e posaçme antikorrupsion. Kjo seancë ka nisur në orën 10 ditën e sotme. Në fakt pritet të ketë një shtyrje për shkak se kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka zëvendësuar avokatin e tij, pra krah zotit Emir Beta që mbron në këtë proces zotin Velia, ai ka kërkuar që të përfaqësohet tashmë nga avokati Artan Gjermeni dhe ky fundi duhet të bëjë legjitimimi përpara gjykatës së posaçme antikorrupsion dhe do të kërkojë kohë të njihet me të gjitha aktet që ka përpunuar prokuria e posaçme antikorrupsion deri në këtë fazë të hetimit, sa i përket pra klientit të tij tashmë zotit Erion Velia, dhe pritet që të ketë dhe një shtyrje të kësaj seance, ku ditën e sotme në gjykatën e posaçme është paraqitur nga të pandehurit zoti Elman Abuli, një person në fakt i cili ka ndjekur rregullisht gjitha seancat që janë zhvilluar në gjykatën e posaçme antikorrupsion, ndërkohë që personat e tjerë që janë marrë të pandehur përfaqësohen të gjithë nga mbrojtësit e tyre ligjor. Siç tash pritet tashmë që edhe kjo seancë të shtyhet dhe në rast do të kemi apo jo një prononcim të ndënjërit për avokatëve për të parë se çfarë ka ndodhur gjatë seancës pranë në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Zoti Velia, siç dihet, tashmë mbahet në qendrën e paraburgimit për shkurtit të këtij viti me një vendim që është marrë nga gjykata e posaçme antikorrupsion, duke caktuar masën e sigurisë arrest në burg ndaj tij dhe një vendim i cili është lënë në fuqi edhe nga apeli i posaçëm, por edhe nga gjykata e lartë, pavarësisht dy rekurseve që janë depozituar në shkallën e tretë gjyqësore nga zoti Velia përmes mbrojtësve të tij ligjor, nuk kanë marrë parasysh kërkesat e tij për lirim nga qelia apo për një zëvendësim për një zbutje të masës së sigurisë ajo e arrestit në burg. Siç thash, edhe dosja ndaj tij, por edhe dosja e zotit Meta janë të dyja në fazën paraprake ndjes, ku pritet që tashmë të ketë një vendim nga GJKK-ja për kalimin ose jo të këtyre çështjeve për gjykim, pra menjëherë pasi gjyqtarja Irina Gjoka dhe Tlevadita që është zgjedhur apo shqyrtuar për të shqyrtuar kërkesën e zotit Velia, të shqyrtojnë të gjitha provat e grumbulluara nga prokuroria e posaçme antikorrupsion në rast se ato janë apo jo të ligjshme, por edhe nga ana tjetër akuzat që janë ngritur ndaj secilit person për të parë në rast se jemi përpara provave të ligjshme dhe mund të kalojë dosja për gjykim, apo në rast se do të gjejmë dalë pa ligjshmëri dhe mund të kemi një rikthim të këtyre dosjeve në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Sa i përket zotit Meta, ndaj këtij të fundit janë ngritur 3 akuza tashmë nga prokuria e posaçme antikorrupsion, ndërkohë që zoti Velia ka 5 të tilla që janë ngritur nga 2 prokurorët e posaçëm, Morzado dhe Altin Dumani. Të falenderoj shumë Alket për raportimin, besoj do të kemi edhe lidhje të tjera për gjatë transmetimit të sotëm. Shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi në breaking.